Elmando Gjini është pjesë e llogarive të trajnerit Silvinjo para ndeshjes me Poloninë. Mbetet për t'u parë të shtunën nëse do të ketë ftesë zyrtare apo mbrojtësi vllaznis do të qëndrojnë në dispozicion të listës dhe rezervë. 23 vjeçari është shtyllë vllaznisë i huazuar nga Ballkani. Objektivi është fitimi i titullit kampion, ndërsa kuqe-blut gëzojnë të drejtën e blerjes së kartonit në fund të sezonit. Gjini ka luajtur dhe me moshat e Shqipërisë deri me ekipin U21, i lindur në Suedi. Mbrojtësi rezulton huazimi i duhur në merkaton e verës së kaluar. Për të janë 30 paraqitje me ekipin shkodran me 1 gol të shënuar dhe 1 asist. Sfida e fundit para grumbullimit me kombëtaren është ajo ndaj Dinamos. Gjasat janë më pas që Gjini të vendoset në dispozicion të Silvinjos. Shqipëria do të luajë në fundin e muajit një nga ndeshjet më të rëndësishme në histori. Kuqezin do të përballen me Poloninë në play-offin e Kupës së Botës dhe në rast të një fitoreje, Kuqezin do të kenë një tjetër përballje të madhe, këta herë në finale kundër fituesit të çiftit Ukrainë-Suedi. Përgatitjet për këto sfida kanë nisur prej javësh nga stafi teknik dhe FSHF-ja, të cilët i pret jo vetëm një rrugtim i vështirë, por edhe një vështirësi e madhe në organizim, duke ditur faktin se të dyja ndeshjet luhen në transfert dhe për më tepër ndeshja e dytë ende nuk dihet se ku do të luhet. Nëse Suedia do të jetë rivali ynë, atëherë përballja do të jetë në Stockholm ose në të kundërt, do të përballemi me Ukrainën në Spanjë, për shkak se ukrainasit nuk luajnë në shtëpi si pasojë e luftës me Rusinë. Për këto sfida pritet që të ketë risi në listën e Silvinjos dhe Panorama Sport ka mësuar se mbrojtësit Stavro Pilo dhe Bujar Plana janë shumë pranë Shqipërisë, teksa konfirmimi i tyre pritet të bëhet ditët në vijim, ndërkohë që edhe dekreti nga presidenti për pajisjen e tyre me pasaport pritet të bëhet së shpejti. Si Stavropilo, ashtu dhe Bujar Plana do të ishin një armë më shumë për skuadrën tonë në sfidat e këtij muaji. Pilo aktivizohet titullar në kampionatin grek me AEK-un, duke qenë dhe një nga më të dalluarit në skuadër. Pilo ka shprehur dëshirën e tij për të luajtur me Shqipërinë duke qenë nga Finiqi Delvinës dhe që prej shumë vitesh jeton në Greqi, ku edhe është rritur si futbollist. Pilo ka ndryshuar mbiemrin në Greqi dhe njihet si Stavropilios, megjithatë, kjo nuk e ka penguar që të bëhet gati për të veshur fanellën kuqezi. Nga ana tjetër, Plana ka luajtur me Kosovën U19 dhe atë U21, teksa aktivizohet në kampionatin polak me Legia Gdansk dhe është një nga më të dalluarit. Të dy lojtarët janë në pritje të pasaportave kuqezi dhe në këtë mënyrë nuk do të ketë më asnjë pengesë për të veshur fanellën e Shqipërisë. Pilo luan si mbrojtës i majt, ndërkohë që Plana është qendër mbrojtës dhe mbrojtës i djathtë. Shqipëria do të luajë ndeshjen e parë në datën 26 mars dhe pak ditë para këtij takimi Silvinjo do të publikojë listën me lojtarët e grumbulluar për këto dy sfida. Të premten e datës 20 mars ose të shtunën më 21 mars do të publikohet lista me futbollistët e grumbulluar, ndërkohë që zyrtarisht grumbullimi do të nisë ditën e hënë kur dhe do të zhvillohet seanca e parë stërvitore. Skuadra e drejtuar nga Silvinjo do të zbresë në fushë për herë të parë në shtëpinë e futbollit në datën 23 dhe me shumë gjasa skuadra do të ketë edhe mungesa, duke qenë se në fundjavë lojtarët do të kenë ndeshje me klubet e tyre. Udhëtimi drejt Shqipërisë gjithmonë varet nga orari i ndeshjeve si edhe orari i fluturimit se kur mund të mbërrinë në Tiranë për të nisur përgatitjet. Thuajse të gjitha seancat stërvitore kombëtarja do t'i kryejë në Tiranë me përjashtim të stërvitjes së fundit, e cila do të zhvillohet në qytetin e Varshavës. Kuqezin do të fluturojnë me charter një ditë para në drejtim të Varshavës, ku edhe do të zhvillojnë seancën e fundit stërvitore para këtij takimi të rëndësishëm. Njëkohësisht me Shqipërinë do të luhet edhe ndeshja tjetër, ajo mes Ukrainës dhe Suedisë, ku edhe do të përcaktohet rivali i ynë. Nëse Shqipëria fiton ndaj Polonisë në datën 31 mars, do të ketë një ndeshje të madhe nga ku do të përcaktohet te ekipi që do të shkojë në botror. Në të kundërt, Kuqezin do të luajë një ndeshje miqësore kundër humbësit të çiftit Ukrainë-Suedi. Ashtu si finalja dhe miqësoria ka një situatë të ndërlikuar organizimi, duke qenë se ditët janë të numëruara dhe në harkun kohor të pakorve duhet të rezervohet hoteli ku do të qëndrohet kombëtarja apo dhe orari fluturimeve, duke qenë se Shqipëria do të ketë në dispozicion një charter për këtë rrugtim. Shpresat janë që ndeshja e dytë të jetë zyrtare për Kuqezint, në mënyrë që të kemi shansin që për herë të parë në histori
të luajmë në Kupën e Botës pasi rrugtimi në fazën e grupeve natyrisht që ka qenë fantastik, ku Shqipëria u rendit në vendin e dytë pas Anglisë duke lënë pas vete Serbinë. Të dyja ndeshjet do të luhen në orën 20:45 në datat 26 dhe 31 mars. Shqipëria në ndeshjen e parë ishte në transfert si skuadër jo favorite, ndërsa për ndeshjen e dytë u hodh short i lirë dhe kuqezinjt ishin të pafat pasi u detyruan që sërish të luanin jashtë.